Ekskrementet njerëzore nuk e meritojnë të punë edhe nëse janë në parlament. Përsa i përket asaj që sapo morët zyrtarisht në mikrofon, për faktin që ka reaguar komisionera Kose të tjerë me radhë, është thjesht Griselda 2. Griselda 1 kërkon të foshin e Griseldës që posa Berisha ja kishte rrëmbyer në një natë të errët për shkak se kishte fituar bashkinë i shoqi. Griselda 2 është kjo që Sali Berisha dhe ne që kemi kundër gender equity. Jo, s'është e vërtet. Përkundrazi, të gjitha dokumentat që vendosin për gender equity kanë firmën e kësaj qeverie kur ka qenë pushtet me kryeministrin Sali Berisha. Ne sot jemi këtu kundër dhe ky është dezinformimi, gender ambiguity. Dhe ky është debati. Ashtu sikur se Tanja Fajonin në vitin 2007 e mashtruat, po për fat keq një politikane slovene, sot guxojnë të mashtrojnë një komisionere të Bashkimit Evropian, po ashtu slovene. Është Griselda 2 dhe ju duhet mbani një qëndrim tu, ju ishit këtu, ju e dëgjuat. Nuk jemi kundër gender equity, jemi kundër gender ambiguity. Ju falenderit. Faleminderit. Ministri Gogu ka kërkuar fjalën.